kolegja Tabaku, nuk është statistikë, është realitet që më shumë se 95% e qytetarëve shqiptarë mbështesin procesin e integrimit, çka tregon që është një proces që gëzon mbështetjen edhe të opozitës edhe të mazhorancës. Dhe fakti që ne këtu ngrem shqetësime do të thotë që përfaqësojmë atë pjesë të qytetarëve që don të shikojnë në qeverisje vlerat reale, parimet reale të Bashkimit Evropian më shiruara në vendin tonë, sepse integrimi evropian do duhet ndodhë më së pari tek vetë ne dhe më pas institucionalisht duke u bashkuar familjes madhe europiane. Edhe në kuadër të asaj që kolega Tabaku tha të dizinformimeve, unë nuk dua të hyj sigurisht në raste konkrete, por cilido që pretendon se narrativa e opozitës e linjëzuar me narrativën e presidentit Trump në Shqipëri mund të përdoret nga dizinformimi i vendeve jo mike, qoftë me SBA-n, qoftë me BE-n, qoftë me Shqipërinë, apo se retorika e Partisë Demokratike kundër Sorosit apo NGO-ve të tij në Tiranë mund të përdoret kundër procesit të BE-s. Me keqardhje dua ta them, por Partia Demokratike ka parë partneritetin midis SBA-s dhe BE-s si një vlerë e çmuar, dhe sigurisht partneritetin e Shqipërisë qoftë me BE-n, qoftë me SBA-n, si një vlerë e çmuar e politikës tonë të jashtme. Dhe unë nuk besoj që do duhet vlerësohet tallja që dikush i bën presidentit Trump në vend se sa mbështetja që Partia Demokratike ka bërë politikave të presidentit Trump. E bëj këtë sqarim për të shmangur, pra që nuk ka asnjë lidhje me qasjen tonë si opozitë ndaj Bashkimit Evropian, por naturalisht ne jemi strategjikisht partner me Bashkimin Evropian, por sigurisht jemi partner edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi parë tek të dy këto entitete vlera, parime të rëndësishme që nuk shkojnë përkundër njëra tjetrës, përkundrazi shkojnë në të njëjtën linjë. Që kështu askush në Tiranë apo Bruksel të mos shqetësohet nga retorika jonë anti-Soros, të mos shqetësohet nga retorika jonë anti-NGO-ve të tij në Tiranë dhe të mos shqetësohet nga e njëjta narrativ politike që kemi me presidentin Trump. Kemi mbështetur dhe do të mbështesim fuqimisht një gjë e kemi shprehur që në nisje të punimeve të Kuvendi, edhe pse nuk i njohim zgjedhjet e 11 majit, që do jemi në Kuvend për të votuar pro çdo projekt ligji që afron Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Ndryshe nga kolegët tanë të PS-së që sot kanë ndryshuar qasje, që kur ne aplikonim për vend kandidat protestonin mes bulevardit, ne jemi në Kuvend për të luajtur rolin tonë si opozit, me gjithë ngushtimin që po na bëhet. Kemi patur drejtimin e Komisionit të Integrimit, sot nuk e kemi më. Kemi patur drejtimin të vetëm të Këshillit të Integrimit, Këshillit Kombëtar të Integrimit, sot nuk e kemi më. Pavarësisht gjitha këtyre ngushtimeve, ne do të jemi në Kuvend për të mbështetur integrimin evropian të Shqipërisë. Faleminderit.